Avokat, të rikthehemi sërish tek tensionet që ka pasur në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste, ku së fundmi sipas raportimeve të mediave bëhet e ditur se ka pasur tensione dhe replika të forta mes Edi Ramës dhe ish-ministrave, ku bëhet fjalë që Edi Rama është drejtuar fillimisht Damian Gjiknurit, duke akuzuar këtë të fundit për regjistrime dhe nxjerrje të bisedave private, madje duke u drejtuar dhe duke thënë fike telefonin se ke zakon që regjistron dhe i nxjerr gjërat që ndodhin këtu. Në vijim, kryeministri ka ironizuar edhe ish-ministrin Ervin Hoxha duke e kritikuar për diskutime jashtë ambienteve zyrtare. Po ti vazhdon akoma të bësh llafazën llëqe nëpër tavolina komisariatësh? I është drejtuar Edi Rama Ervin Hoxhës. Debati që ka ndodhur në takimin që ka qenë i mbyllur për mediat ka reflektuar në një farë mënyrë edhe klimën e tensionuar brenda radhëve të Partisë Socialiste, grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe mazhorancës. Në këtë rast ambulanca ka ardhur. Në këtë rast çfarë tregon ky lloj komunikimi i Edi Ramës me ish-ministrat e tij, konkretisht Damian Gjiknurin dhe Ervin Hoxhën? Ervini është përzgjedhja e Edi Ramës. Damiani është personi që negocion me Edi Ramën për reformën zgjedhore territoriale dhe shumë fakte të tjera. Dhe tani këtë temë që më lexove te tani mua, konflikt që nuk më dalin shifrat të vëlla. Pra 1 + 1 na bën 3. Kështu tha Rama. Apo na bën 2. Po i quajnë tensione se lloj arrogancë e Edi Ramës kundrejt ish-ministrave. Si është? Po bëj një pyetje unë tani. Po Damiani për gjoka dhe i nxjerr ka në media. Po këto të dhëna kush i nxorr në media? Se derisa kapëm ai që nxjerr në media. Ky tjetër që s'pas ka bërë mirë me komisariatin kështu me radhë, do thotë tradhtari se pas ka gjetë Rama. I bie që është spini Edi Ramës atëherë në këtë rast. Se di, unë the ti folë për tensione, unë thash mos morën ambulancën. Kur folë për zjarr, unë tham mos mori zjarr fikse, na kupton? Unë kështu e kuptova. Jo, ideja që të mbetemi tek mënyra se si Edi Rama u drejtohet vargësve të tij dhe në këtë rast ish-ministrave, çfarë tregon për vetë figurën e Edi Ramës? Rama është vulnerabël nga ata të cilët i mbas secili me një dosje. Do me thonë nuk ka dosje Damian Gjiknurit dhe Ervin Hoxhës. Po se ti mendon se s'ka Rama dosje për ata? Por unë të urdhëroj ty të bësh vepër penale. Unë se bëj vepër penale, po bën ti. Policia është e jote sepse më dëgjon mua. E di ti kjo gjë që ndodh, ë? Për shembull, unë mund të them diçka ty që të bësh ti vepër penale. Unë nuk e bëj vepër penale, po unë kam dieni që ti ke bërë vepër penale. Në momentin e caktuar. Dakor, po të mbetemi konkretisht te pjesa e qasjes së Edi Ramës ndaj ish-ministrave. Mënyra se si i trajton, kjo është ideja, domethënë. Një sekond, Rama gjithmonë këtë gjë ka bërë, nuk e di ja e ke kuptuar. Po patjetër, unë e di dhe kam ndjekur profilin e tij politik, të arrogancës tij politike brenda Partisë Socialiste. Jo, më bëj sikur nuk e di. Nuk do bësh sikur di. Gjë më bukur në jetë është. Po këtë po them pra, sepse unë jam ai që bëj pyetjet sikur nuk i di. Dhe prandaj kërkoj përgjigje në këtë rast. Prandaj po them ti bëj tani si nuk i di me seriozitet. Dhe unë po të përgjigjem. Ju e keni parë që zoti Rama nuk ka hedhur kur flamur amerikan edhe europian, ka qenë kryetar bashkie në një komunikim aty, jo me atë flamur që ishte. Edhe Rama sot përpiqet që e ka hedhur. Mos e bëjmë formë ironie se e ka hedhur. Jo, po nuk e ka hedhur. Nuk ka hedhur. Ai përpret që Shqipëria të çojë në Bashkimin Evropian, jo se Shqipëria nuk është Bashkimi Sovjetik. Po jo se njerëzit kujtojnë e mendojnë vërtet se nuk e ka bërë një gjë të tillë. Po ideja është që të mbetemi konkretisht tek mënyra se si i trajton ai deputetët, ish-ministrat. Tani do bëj konflikt me ty dhe do të them, futu brenda rrjetit të normalitetit juridiko-politik dhe social që zoti Rama jeton. Mos jeton në situatën që mendon ti.
dil nga vetja, shko dhe skano Edi Ramën. Mos mendo tani që të nxjerrësh të qytetarët atë që don ti. Ti shko te Edi Rama, ta skanosh. Po ta skanoj. Dhe po të them, ti më thua tani që Edi Rama i thot njërit për tension, unë them për ambulancë. I thot tjetrit për vatër zjarri dhe unë them zjarr fiksen. Dhe njërin e akuzon për spiun, dhe ndërkohë këto të dhënat kanë dalë jo nga i spiuni që është shigjetuar si spiun, po ka dalë nga një spiun tjetër. Dhe madje akoma dhe më mirë të argumentuara për konfliktin brenda grupit të Partisë Socialiste. Kështu e kuptoj. Pra, zoti Rama s'pas ka gjithë spionin, se deri të dhënat dolën, do thotë që pas ka dhe një spion tjetër brenda. Është një tret. I vërtet. I treti, kush është? Dhe i treti është i vërteti. Është o vetë person që ka krijuar konfliktin, që është Edi Rama, o personi që autorizohet nga Rama të nxjerrë çfarë Rama don konkretisht që të shprehet që kemi një konflikt, kemi një organizëm të gjallë i cili bën konflikte brenda vetes. Do me thënë është një lojë e madhe aktoriale që bën Edi Rama në këtë rast. Bravo, tani e kape. Pra, e kuptova. Po jo, unë e kapa që fillim kur e lexova, ideja është që të hym pak në psikikën e Edi Ramës vetë. Prandaj edhe ne atë po futemi aty te psikika, po punosh më të përfundojmë te pesa. Pa ta mbajmë këtu, në kuadrin ton, këtu, te Agora News, do të mos çojmë te pesa atje. Se po e çojmë te pesa atje, zoti na ruajt. Prandaj, e vërteta është që ne duhet të luajmë rolin sikur po bëjmë viktimën, a kupton që një person po përpiqet të ketë instabilitet të brendshëm, po ka konflikte, ato konflikte dhe ai vetë i shkakton, vetë i kontrollon dhe vetë si ai viktimi sot. I nderuar, ke pyetje tjetër se më lodhe shumë me këtë pyetje se nuk dija se si tu përgjigja. Inshallah nuk kam shkaktuar një konfuzion tek njerëz që na ndiqin, po duhet ndonjëherë të krijohet një konfuzion se kujt dihet në ditë del në gjë e bukur. Po kujdesni pesën. E gjithë ideja ishte tek mënyra se si për ta zbërthyer paksa mënyra se si drejton Edi Rama ose i ka raportet me ish-ministrat apo varësit e tij. Edi Rama. Raportet me ministrat thua ti. Tani Edi Rama përveç vetës së tij nuk ka raporte të mira me asnjë tjetër. Ndoshta edhe me veten është në pikë pyetje, domethënë se mund të ketë konflikte shpeshhershme. Mund të ketë me numër ato vëlla konflikte. S'ta kam fajin unë. Tani kush e kuptoi këtë fundit e kuptoi. Po. Avokat, rikthehemi sërish tek rasti i Belinda Ballukut, ku një ditë më parë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Belinda Balluku po tenton të blej pasaport të huaj dhe të arratiset jashtë vendit. Ju si mendoni, a ekziston një skenar i tillë? Ti blej helikopter vllai, po s'kemi të marrim as kredit tani. Dëgjoj mua. Helikopter s'ka nevojë të marr pasaport. Helikopter e merr nga aty ku është, shko aty afër me një kufi që kemi, helikopterin e parë, paf, këtu ke parë ti që ka nikur këto burgaxhit me helikopter nga burgjet. Ajo s'ka mundësi. Pse ta harxoj lek për pasaport, marr një helikopter dhe thot jam e përsekutuar politikisht nga partia ime sepse ne kemi punuar gjithmonë me 1944 me partia armiku i partisë dhe kjo është trashëgimia kulturore dhe politike të Partisë Socialiste. Shumë e thjesht. Pra ju mendoni se mund të arratizet Belinda Balluku me helikopter nga Shqipëria? Me avion, hajde, me helikopter. Mund sa lloj ka shkon një film edhe mund të gjesh, mund të vendosësh edhe një funeral, po, edhe kalo kufirin. Po çka ka shpikur njerëzimi edhe nga më të ndryshme. Nga mali mund të shkoj, qeverinë e ka vet, pushtetin e ka vet, policinë e ka vet, bandat i kanë vet, gjithë e kanë vet, ti më të mua tani, a do të blej pasaport, zoti Berisha, ju lutem tani, e kemi thënë. Si qiku Gramozoruçi në 97-ën i veshur si grua për në Greqi, paktën siç ka thënë Berisha. Atë me to të shkën manual edhe qarkun e atë të Gramoz ka atje, ta marrë ta pyesi kur ka bërë, si e ka bërë edhe kështu, ta bëj edhe sot. Sot teknologjia është avancuar, të them unë helikopter. Shko me anija vlla, shko me
anijet e Vlorës aty që i ka 100 vjet që pagujmë nga mjes deri në darkë, ato ta marrin dhe ta heqin nga Shqipëria. Shiko, për tu arratisur shumë e kollajshme, nuk është ndonjë gjë e vështirë. Dhe kur ke pushtetin dhe kur ke gjithë ato njerëz që ke ndihmuar, ashtu si thonë ata, kështu më radh ka njerëz që do të ndihmojnë, a kupton? Nuk mendoj unë diçka ndryshe. Por për mendimin tim, në rast se ajo mendon ose duke analizuar këtë rastin e Berishës, se ndonjëherë Berisha kur thotë ndonjë gjë mbajmë seriozitet, mos ta bëjmë çarak, unë mendoj se Berisha ka kuptuar që Rama e ka lëshuar Ballukun. Kështu mendoj unë. Dhe duke qenë në këto kushte, Berisha po i thot asaj, moj ti, ik nga shtëpia, ik nga Shqipëria, ik nga partia, ik nga ai se do të çoj atje ku nuk duhet të shkosh. Prandaj i thot skenarin për pasaportë. Sepse edhe sikur të blej pasaport, ti mendon se nuk do shkoj një kërkesë nga Interpoli i vendit ku ajo do të shkojë që ta arrestojnë? Do shkoj. Po merr një helikopter aty dhe ik shtetet mira. Pra, kjo është momenti se si Berisha po i thot, merr helikopterin dhe ik. Pra, Berisha në një farë mënyre po e ndihmon Ballukun. Pra po i thot oj ti, ikor, mos dëgjoj atë, mos të mashtron, e kupton? Pra, Berisha tregohet zotëri. Dhe i thot, a është Greqia në këtë vendi i preferuar që mund të zgjedh Belinda Balluku? Jo, unë mendoj të shkoj në Zvicër, se aty ka një amnisti më të mirë. Të bëhet grup me Arben Ahmetaj. Pse jo mos të bëhen? Edhe të shpëtojnë Partinë Socialiste. Se Arben Ahmetaj, më dëgjoj pak të diçka, po ta shikosh një situatë në momentin se si kanë punu shtetet e tjera, Ahmetaj duket si një politikan i azjesuar nga drejtësia e partisë së tij, i përdor si statistike drejtësisë së tij politike, po shpëton Partinë Socialiste dhe ju zotin Rama. Pra, me ikjen e zotit Rama dhe me ardhen e një politikani të ri në Partinë Socialiste që të marrë drejtimin e Partisë Socialiste, Ahmetaj në një drejtësi reale, pa varur pa anshme atë që besojnë unë që mund të vinë në Shqipëri ndonjë ditë, po zoti na ndihmoft. Vërteta është që Ahmetaj mundet të mendohet si një ardhme pak e gjatë, por e ardhme në stabilitetin e brendshëm në politikën e brendshme të Shqipërisë, sepse ai nga jashtë po ndihmon Partinë Socialiste dhe po gropos Ramën, sepse pikërisht Rama e groposi me deklaratën e tij. Por a mund të bëjnë ato bashk grupo? Bashkimi bën fuqinë. Edhe sigurisht që jam i bindur që po, në rast se zonja Balluku të bëjë një pakt, po, të shkojnë në Zvicër. E dini pse të shkojnë në Zvicër? Sepse Zvicra, kur do të ketë një zëvendës kryeministër të dytë nga Shqipëria, duke kërkuar azil, ja jep azilin sa për të futet brenda dhe thotë merre ti, sepse e ka marrë edhe ky tjetri. Pra kemi praktik, kemi dhe Zvicra vjen në një moment dhe thotë, më fal, si ka mundësi që me të njëjtin kryeministër zëvendës kryeministrat të tij të gjitha rratisen edhe nga drejtësia e Partisë Socialiste. Pra është një plag dhe Zvicra nuk e refuzon dot as zotin Ahmetaj, as zonjën Balluku. Dhe unë në rast se të isha këshilltari i zonjës Balluku dhe avokati i saj, do t'i thoja Zvicër,